është organizuar shumë mirë. Ke luftu personalisht ndonjëherë për një të drejtën që ke konsideruar që të është shkel? Po, këtu në Kosovë, jo në Itali. Këtu në Kosovë, hajde shpara. Në Itali, falë Zotit, nuk ka pas nevojë, në Itali ka qenë ma rregullme, unë këtu në Kosovë e kum pas një rast shumë të madh, dhe më thënë që u pat bo rast medial me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Kjo ka ndodhur diku në vitin 2019, ka qenë një konkurs i hapur për diplomat, edhe unë pa ta apliku, që ka ta apliku krejt kandidatë e tjerë. Normalisht një email që nuk ftona për intervistë, sepse si kumë plotësu kriteret. Boj ankesa, të më thonë, në shkallë të ndryshme, të këshilli, mas pari ministri, pastaj të këshilli për mbikëqyrje shërbimit civil. Si përfundem, del pasi që u bo virale ajo punë, del që si pas Ministrisë Punëve të Jashtme, unë nuk e kum pas diplomë nostrifikume. Tashti, në konkurs nuk ka figuru askon që është dashtë me qenë diploma nostrifikume, edhe unë tjetra taulanti këtë edhe ma mirë që procesi konkurimit e procesi në nshkrimit kontratës janë proceset të ndami juridike dhe kërkojnë në veprimet ndryshme juridike. Unë mande ju manku të ombudspersonit, avokati i popullit, që më ka dhënë drejt, si pas avokatit popullit, unë jam diskriminu në procesin e konkurimet, i ka rekomandu Ministrisë Punëve të Jashtme që me sanu këtë veprem, ata normalisht e ka një njëru totalisht, që këto nuk është roli vetëm akemi aske institucione. Ka qenë në listë dikush tjetër që e kanë njohur edhe një listë pritje kështu veç se e quar me porosi, apo cilat janë dyshimet tua? Atëherë, lista ka dalë, ata njerëz edhe sot punojnë, prej tyne ka njerëz shumë përgaditën që po ashtë punojnë, po prej tyne ka pas edhe njerëz që kanë pas këto sfond apo prapavia partioake, lidhur me partitë e atëhershme në pushtet, po unë mendoj që kryesisht ka ndodhur se ata janë mësuar me këtë praktikë dhe mësuar mos me anku kërkosh. Ndërsa pse mandej nuk është sanu, është se avokati i popullit në shumicën e hera këto vendimet e tij kanë karakter rekomandus, nuk kanë karakter kështu ekzekutiv, obligativ. Që unë mendoj që institucionet, ato që janë do të me u fuqizu nëse e kemi për një mend mbrojtjen e parimeve bazë dhe mbrojtjen e drejtave të punëtorëve. Se ka, do më thonë, jam me letra diskriminume për shtetit, me pas dash me kërku azel dikon, base kisha mujtë të marrë nëse kisha pas nevoj, po unë për kësaj pune nuk më përfitu kur gjë, përsa i përket drejtës tam. Kisha mujtë me përfitu nëse kisha shku në gjykat, kështu isha shpërbly nëse zgaboj materialisht, nëse kish vlerësu gjykatë si tillë, po unë nuk më vazhdu. Pse? Se nuk ka qenë pojenta jam me përfitu financiarisht për asaj pune. Pojenta jam ka qenë me kërku drejtësi edhe me kërku meritokraci. Gjë që u arrit, pak a shumë përmes rekomandimit pozitiv të avokatit popullit, po që normalisht Glau Konjufsen atë ko ka qenë Ministri i Punëve të Jashtme, ka vendos me i besu ati departamentit i ligjorit, i njëjti që i ka bo dhe këto farë këfinta, jo një mendimit profesional të avokatit popullit. Besoj që pas emisionit mu ta konsultosh edhe ta ulonte duke që është një çështje për të cilën të paktën dëm shpërblimin moral edhe humbjen e kohës, që ta ulonte edhe Vjosa e din shumë mirë. Deshta mund të lidh pak edhe për rastin konkret, po edhe në përgjithësi që betejat ligjore nuk duhet të jenë vetëm satisfaksion moral edhe shpirtëror, që me të